Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 4 shtetas të akuzuar për përfshirje në një skemë mashtrimi me veprime fiktive importi, e cila i ka shkaktuar shtetit një dëm prej mbi 45.5 milion lekësh. Hetimet u zhvillua në kuadër të procedimit penal të vitit 2024 dhe kanë zbuluar një skemë të sofistikuar mashtrimi fiskal, në të cilën janë përfshirë shtetasit Sergjo Mahmutaj, Zenel Ruzaj, Endi Stafa dhe Panajot Kosta. Sipas prokurorisë, këta shtetas kanë krijuar 3 subjekte tregtare që funksiononin si të ashtu quajturat nipte shëtitës, të përdorura për të kryer veprime fiktive importi në shërbim të tregtarëve të ndryshëm. Qëllimi i skemës ishte shmangja e detyrimeve tatimore dhe furnizimi i tregut me mallra pa faturë, duke dëmtuar buxhetin e shtetit. Nga hetimet ka rezultuar se ideatori dhe përfituesi kryesor i kësaj veprimtarie ishte shtetasi Sergjo Mahmutaj, i cili ka përdorur marrëdhënien e tij të besimit me 3 individe të tjerë për të hapur kompaninë në emrat e tyre. Fillimisht pa informuar për veprimtarinë e vërtet, më pas ata kanë pranuar të bashkëpunojnë në këmbim të pagesave mujore, duke lejuar që bizneset të funksiononin si mbulesë për aktivitetin e paligjshëm. Subjektet e krijuara në këtë skemë mashtrimi kanë realizuar një qarkullim prej 303.781.520 lekësh, përmes fryrjes së shpenzimeve fiktive dhe uljes artificiale të normës së tatimfitimit. Shteti është dëmtuar në vlerën e 45.567.228 lekëve. Në përfundim të hetimeve, prokuroria ka ngritur ndaj 4 të pandehurve akuzat për veprat penale, fshehje të ardhurave në bashkëpunim, mashtrim dhe moskallëzim krimi. Organi akuzës thekson se kjo është çështje e cila përbën një rast domethënës të abuzimit me sistemin fiskal në vend, duke prekur drejt për drejt integritetin ekonomik dhe korrektësinë tatimore.